Zhurma e sharave në pyllin e Sodës këtë mëngjes të kësaj të njëjte e ka vënë në lëvizje institucionet e Bashkisë së Vlorës si dhe ato shtetërore. Policia bashkiake, ajo e rendit si dhe inspektor të pyjores dhe zonave të mbrojtura kryen një kontroll të imtësishëm pas sinjalizimeve të shumta dhe të erpashershme nga qytetarët se në pyll po ndërhyej për prerjen pa kriter të pemëve. Sipas informacioneve paraprake dhe verifikimeve në teren, në zonën e pyllit të Sodës është dhënë një ankant për rehabilitim, i cili parashikon largimin e pemëve të rrëzuara nga erozioni, si dhe kushtet atmosferike. Megjithatë, banorët shprehen të shqetësuar se bashkë me pemët e rëna, her pasere shara kap edhe ndonjë dru të gjallë, çka ka ngritur dyshime se po preken pemë përtej asaj që parashikon kontrata. Prej vitesh, pylli i Sodës ka qenë një ndër pyjet më të rrezikuara për sa i përket hedhjes së mbeturinave të ndryshme pa kriter në çdo pikë të tij, por edhe her pas here pre e abuzimeve dhe prerjeve të ndryshme. Për këtë arsye, Policia Bashkiake, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe zonat e mbrojtura kanë dalë një inspektim kontrolli në të gjithë zonën e pyllit të Sodës, qoftë në pjesën e administruar nga bashkia apo edhe atë të administruar nga zonat e mbrojtura, për të konstatuar mbetje të ndryshme apo edhe palishmëri. Në informacionet të cilat Blu Televizion ka marrë edhe më herët, një ankant është dhënë një firme për pastrimin e të gjithë pemëve të rëna me qëllim rehabilitimin e pyllit të Sodës. Për këtë, Policia Bashkiake ka dalë sot për të kontrolluar kontratat, nëse në kontratë ka qenë parashikuar vetëm pastrimi i drurve të rënë apo ka patur edhe ndonjë palishmëri për prerje pyjesh të cilat janë në rregull. Një tjetër problem i hershëm në pyllin e Sodës mbetet po ashtu edhe depozitimi pa kriter i mbetjeve nga subjekte të ndryshme. Qytetarët të Vlorës, përfshi edhe ata që ju drejtuan Blu Televizion, theksojnë se prej ditësh po shohin lëvizje të dyshimta në zonë, ndërsa kërkojnë kontrolle të përditshme për të shmangur dëmtimin e mëtejshëm të pyllit. Sipas të dhënave zyrtare, projekti i rehabilitimit të pyllit të Sodës zbatohet në 2 faza. Faza e parë që nisi në datën 30 prill të këtij viti dhe përfundonte në datën 30 maj të po këtij viti, pra 2025-s, përfshinte pastrimin dhe largimin e pemëve të rrëzuara në një prej ngastrave të pyllit. Faza e dytë, që mbulon një hapësirë tjetër të zonës, pritet të përfundojë në datën 30 dhjetor të 2025-s. Pavarësisht këtij informacioni mbetet për të parë nëse projekti do të zbatohet sipas të gjitha kritereve e nëse i gjatë procesit do të shmanget prekja e pemëve të shëndetshme, të cilat nuk duhet të preken në asnjë rrethana.